Instituti të Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve në Maqedoni luan një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen, studimin dhe promovimin e vlerave tona kombëtare. Përmes hulumtimeve shkencore, botimeve dhe aktiviteteve kulturore, ky institut mundohet të mbajë gjallë kujtesën historike dhe shpirtërore të popullit shqiptar. Me ne sot është drejtori i këtij institucioni, zotëri Besnik Emini, me të cilin do të bisedojmë lidhur me aktivitetet që do të bashkëpunimet e festave të nëntorit. Përshëndetje, zotëri Emini, mirë se erdhët në emisionin në Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që na keni bërë për të prezantuar veprimtarinë e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve këtu në Shkup, dhe shpresoj që shikuesit do të informohen më detajisht në lidhje me veprimtarinë tonë. Mund të na thoni se cili është misioni kryesor i Institutit të Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore në vend? Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve është institucion publik shkencor. Ai është themeluar nga Qeveria e Republikës Maqedonisë në vitin 2007, ndërkaq me veprimtarinë e vet konkrete ka filluar nga fillimi i vitit 2008 e këndej. Veprimtaria kryesore është veprimtaria shkencore e institutit, të mbledh trashëgiminë shpirtërore, kulturore të shqiptarëve këtu në Maqedoni, duke e sistemuar ata, duke e arkivuar dhe njëkohësisht duke e prezantuar në formën e botimeve, në formën e konferencave shkencore, në formën e tryezave shkencore, në formën e promovimeve të veprimtarisë botuese të tjera. Përndryshe, veprimtaria realizohet në bazë të ligjit për veprimtari hulumtuese shkencore. Në bazë të atij ligjin edhe funksionojmë, në bazë të atij ligji zgjedhemi në thirrje shkencore, respektivisht punëtorët zgjidhen në thirrje shkencore, dhe në bazë të këtij ligji financohet veprimtaria e institutit. Mund të na thoni se sa është i rëndësishëm ky institut për shqiptarët e Maqedonisë? Gjithsesi, ky institut, krahas institucioneve tjera të arsimit të lartë, siç janë universitetet, është një institut i vetëm i këtij lloji për trashëgiminë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve, veprimtaritë të cilën e realizon në disa fusha, në fushën e gjuhës shqipe, në fushën e letërsisë shqipe, në fushën e historisë, të lëvizjeve demografike, të folklorit, të etnografisë, të etnomuzikologjisë, të arkitekturës popullore dhe kështu me radhë. Dhe rëndësia e këtij instituti është se duke qenë i vetmi i këtij lloji, përpiqet në bazë të mundësive, gjithsesi se mundësitë janë ata që mundsojnë veprimtarinë tonë, të bëj kërkime shkencore. Këto kërkime shkencore të jenë, domethënë, të asaj natyre që t'i shërbejnë komunitetit shkencor, t'i shërbejnë qytetarëve të cilët janë të interesuar, të studiosëve të tjerë, duke i prezantuar ata në formë të botimeve të ndryshme, qofshin ata botime periodike, qofshin ata botime të specializuara, libra, monografi, qofshin ata në formë të pjesëmarrjes punëtorëve shkencor, në konferenca shkencore, në takime shkencore, në tryeza ku diskutohet, edhe në forma të tjera nëpërmjet mediave, nëpërmjet web faqes së institutit e kështu me radhë. Zotëri Emini, mund të na tregoni për disa nga projektet më të rëndësishme që po zhvillohen tani nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore të Shqiptarëve në vend? Gjithsesi, instituti brenda vitit organizon disa konferenca shkencore. Janë disa konferenca shkencore të natyrës të tematikave që përzgjidhen për një vit të caktuar, për vite jubilare e kështu me radhë. Pastaj janë konferenca shkencore që janë të përvitshme, siç janë konferenca Java e Trashëgimisë Kulturore, e cila mbahet në muajin mars. Pastaj është konferenca e ballkanologjisë, e cila mbledh studiues nga të gjitha viset e Ballkanit, e cila këtë vit do të mbahet në dhjetor. Pastaj përveç këtyre takimeve periodike që mbahen për çdo vit, janë edhe disa aktivitete të tjera të cilët jemi në vigjilje të tyre. Janë ditët e alfabetit të cilët mbahen për çdo vit. Këtë vit është, gjithashtu do të fillojmë prej 14 nëntorit, që përkojnë me datat e Kongresit të Alfabetit që është mbajtur në vitin 1908. Për çdo vit në këto data ne mbajmë aktivitete të ndryshme promovuese e kështu me radhë, por për këto do të flasim më gjerësisht më pas. Pastaj çdo vit botohet nga instituti revista periodike studime albanologjike,
e cila i përfshin të gjitha fushat e studimit me të cilat merret instituti, por njëkohësisht në këtë revistë botojnë artikuj edhe punëtorë të tjerë shkencor dhe krijues të tjerë të cilët i dorëzojnë punimet e tyre pavarësisht nga cili vend janë. Ne momentalisht këtë revistë e botojmë vetëm në gjuhën shqipe. Përndryshe revista shpërndahet në bibliotekat publike në Maqedoninë e Veriut dhe në vendet tjera si Shqipëri dhe Kosovë me institucionet me cilët kemi bashkëpunim. Bashkëpunim. Mund të na thoni se si zgjidhen temat e hulumtimeve që realizohen nga studiuesit e institutit? Në fakt, për zgjedhjen e temave ekziston liri akademike, studiuesit janë të lirë të përzgjedhin temat e të cilët i kanë me interes. Njëkohësisht duhet të theksojmë që për çdo vit Këshilli Shkencor i Institutit bën programin vjetor dhe në Këshillin e Institutit zgjidhen temat me të cilët aplikojnë punëtorët shkencor dhe në përgjithësi në këtë formë realizohet aktiviteti shkencor për zgjedhja e temave, prioritetet e kërkimit shkencor e kështu me radhë. Mund të na thoni se cilët janë të themi drejtimet kryesore të hulumtimeve që po zhvillohen tani në Institutin e Trashëgimisë? Momentalisht kemi nisur realizimin e një projekti të them ashtu më të madh shkencor, i cili ka filluar këtë vit, ndërkaq do të zgjas deri nga fundi i vitit të ardhshëm. Bëhet fjalë për mbledhjen e trashëgimisë kulturore, gjuhësore, historike të rajonit të Kumanovës, respektivisht fshatrave shqiptar të komunës e Likovës. Ky projekt synon që në këto fshatra të bëj kërkimet detajuara të trashëgimisë kulturore, të bëj intervista në terren, të mbledh botimet që janë bërë në këtë rajon dhe këto botime, këto kërkime shkencore, këto rezultate, ti sistemoj, ti arkivoj dhe njëkohësisht ti publikoj në një platformë elektronike ose digjitale, të cilën do të përpiqemi ta realizojmë vitin e ardhshëm, e cila është njëkohësisht si pjesë e këtij projekti, respektivisht mbledhja e trashëgimisë kulturore të rajonit të Kumanovës dhe vendosja e saj në një platformë digjitale, e cila do të jetë në dispozicion të gjithë të interesuarve. Kjo do të mundsoj që rezultatet e këtij projekti shkencor, të këtij kërkimi 2 vjeçar, përafërsisht, që shtrihet në 2 vite respektivisht, të jenë të aksesueshme ose të jenë në dispozicion të një spektri më të gjerë të interesuarve. Përfshirë edhe gazetarët, hulumtuesit, qytetarët të cilët kanë interes për trashëgiminë kulturore. Për trashëgiminë kulturore. E dim që nëntori është muaj me ngjarje me më të mëdha kombëtare. Cilët janë aktivitetet që ka përgatitur instituti në këtë muaj të nëntorit? Duke pas parasysh që muaji nëntor është muaj i ngjeshur me aktivitete kudo për shkak të specifikës si muaj i tillë, pra siç e theksova më parë, në çdo vit instituti organizon në shenjë kujtimi për ngjarjen e madhe historike, gjuhësore, kulturore, ditët e alfabetit. Këtë manifestime mbajmë për çdo vit dhe këtë vit do të fillojmë me 14 nëntor duke vizituar panajirin e librit në Tiranë me një pjesë të punëtorëve shkencor. Pastaj do të vazhdojmë nga java e ardhshme, pra nga dita e hanë, do të kemi një akademi kushtuar historianit Shukri Rahimi në 100 vjetorin e lindjes së tij. Me që rast do të bëhet edhe pranimi i bibliotekës së këtij historiani të njohur shqiptar, i cili nuk jeton më. Familja ka vendosur që bibliotekën personale të këtij studiuesi, të historianit Shukri Rahimi, që adhuroi Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve këtu në Shkup, me që rast biblioteka jon do të pasurohet me një fond të posaçëm të librave të mbledhura ndër vite nga ky studiues, dhe kjo do të jetë në shërbim të studiuesve dhe të lexuesve të tjerë dhe studiuesve të tjerë që kanë interes për këto botime. Pastaj do të vazhdojmë me një ditën e martë, do të vazhdojmë me promovimin e kolanës për 11 vëllime kushtuar Mitat Frashërit, të botuara në vazhdimsi në disa vite rresht, pra do të promovohen në ambientet e institutit tonë.
kjo seri e veprash. Është me rëndësi të theksohet se Mithat Frashi ka qenë kryetar i Këshillit të miratimit të alfabetit të gjuhës shqipe në Manastir në vitin 1908. Me që rast në këtë seri veprash, 2 vëllimi kushtohen pikërisht Kongresit të alfabetit, që është me rëndësi të theksohet se këto kujtime, këto letra, këto shkrime, këto libra, të gjitha janë përmbledhur në këtë seri dhe është vepra e plot e Mithat Frashit, e cila do të promovohet pikërisht në ditën e martë, me që rast ftoj shikuesit dhe të gjitha ata që janë të interesuar që ditën e martë të jenë të pranishëm në ambientet e institutit tonë, ku do të promovohet kjo vepër. Kjo vepër pikërisht dhe është një gjest nga familja Rahimi për të përshëndetur që bibliotekën e studiuesit të madh Shukri Rahimi do të dhurohet pikërisht në institutin tuaj. Si ndikojnë këto botimin i librave shkencor në njohjen dhe promovimin e trashëgimisë shqiptare? Gjithsesi, veprimtaria botuese, botimet ose librat janë një formë e veçantë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, shpirtërore në përgjithësi, për shkak se në këtë formë ato të dhëna të cilat autorët i përmbledhin nga hulumtimet në terren, po edhe në përgjithësi nga kërkimet e tyre shkencore, në këtë formë ruhen nga harresa, ruhen nga zhdukja dhe pasurohet trashëgimia në përgjithësi, trashëgimia kulturore. Përndryshe, veprimtaria botuese në viteve të fundit, përveç që realizohet në formë të librave të shtypur në letër, neve edhe në web faqen e institutit për lexuesit e interesuar, për kërkuesit shkencor, ofrojmë disa botime, veçanërisht botimet periodike në formë elektronike, me që rast ata mund të shkarkohen nga studiuesit pa patur nevojë të kenë një kopje fizike, të them ashtu. Në këtë mënyrë mundsojmë që edhe studiues të cilët gjenden larg, domethënë në distancë, të shfrytëzojnë botimet e institutit në formë elektronike. A ka interes të themi edhe nga universitetet apo bibliotekat e vendit për të marrë librat e botuara nga instituti? Po, gjithsesi neve shpërndajmë përveç kopjeve të detyrueshme që i kemi të obliguara të shpërndajmë deri te ose t'i dorëzojmë deri te biblioteka universitare këtu në Shkup. Neve botimet i shpërndajmë edhe në bibliotekat e tjera, në bibliotekat e institucioneve shkencore, siç janë institutet, katedrat e universiteteve, katedrat e caktuara, kuptohet që kanë lidhje me ngjashmëri me veprimtarinë e institutit, dhe gjithashtu në bazë të programit vjetor të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit që financon veprimtarinë botuese, ne konkurrojmë për çdo vit me botimet tona për të i financuar Ministria e Kulturës dhe Turizmit, dhe këto botime që na financon Ministria e Kulturës dhe Turizmit ne i shpërndajmë në më shumë kopje, sepse këtë e kërkon edhe kontrata, dhe Ministria e Kulturës nëpërmjet bibliotekës i shpërndan nëpër bibliotekat tjera publike në vend, me që rast edhe nëpër qytetet tjera, nëpër bibliotekat publike gjenden botimet e institutit dhe ata mund të huazohen për lexim dhe për përdorim nga lexuesit e interesuar. Sa është e rëndësishme që këto data historike që shënohen edhe përmes aktiviteteve shkencore kulturore? Sa është e rëndësishme? Po, është e rëndësishme, me qenë se pikë së pari në këtë formë ne tregojmë respekt ndaj kulturës sonë, respekt ndaj trashëgimisë kulturore, respekt ndaj veprimtarive që janë zhvilluar në të kaluarën. Kujtimi i datave mban të freskët vëmendjen të gjeneratave të tanishme, se çka është bërë në të kaluarën, si janë realizuar veprimtaritë kulturore, si është realizuar një botim, si është realizuar një takim, si është realizuar një moment i caktuar historik e kështu me radhë. Ne në Maqedoni këtu i kemi, siç e përmenda, ditët e alfabetit, i kemi si një datë mjaft rëndësishme, jemi krenar që Kongresi i alfabetit është mbajtur në Manastir dhe për çdo vit edhe aty organizohen aktivitete. Përndryshe, besoj që edhe shikuesit e dinë që në godinën ku është mbajtur Kongresi i alfabetit, tani më funksionon vite me radh Muzeu i alfabetit, dhe në bashkëpunim edhe me Muzeun e alfabetit ne edhe këtë vit, si edhe vite tjera, kemi aktivitete të përbashkëta. Pra edhe data 20 nëntor do të ketë aktivitete të përbashkëta në Manastir, do të mbahet një tryezë në lidhje me abetaren e gjuhës shqipe,
pastaj edhe një akademi solemne në mbrëmje në 22 nëntor, me që rast këto aktivitete realizohen si aktivitetet të përbashkëta të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve bashkë me Muzeun e Alfabetit në Manastir. Mund të na thoni se sa bashkëpunoni me institucionet shkencore, qoftë në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe jashtë vendit, jashtë këtyre dy vendeve në diasporë në Evropë? Po, instituti ka bashkëpunim të mirë me institucionet e ngjashme ose me institucionet e njëjta shkencore që veprojnë qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri, Kosovë, por edhe më gjerë. Kemi aktivitetet të cilat i ndjekim punëtorët tonë shkencor, marrin pjesë në për këto konferenca që i organizojnë institucionet përkatëse si Instituti i Historisë në Prishtinë, Instituti Albanologjik po ashtu në Prishtinë. Pastaj edhe në Shqipëri ekziston bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave dhe me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe me institucionet ose institutet të cilat funksionojnë në kuadër të kësaj akademie, siç janë Instituti i Historisë, Instituti i Gjuhësisë e kështu me radhë. Brenda vitit realizohen disa shkëmbime, nëse mund të them, marrin pjesëmarrës ose kuadër shkencor nga institucionet përkatëse në për konferenca të ndryshme, po ashtu jo vetëm institutet kërkimore, ne kemi bashkëpunim edhe me universitetet e ndryshme që veprojnë qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, në Shqipëri edhe më gjerë. Kërkuesi shkencor realizojnë gjithashtu prezantime ose ekspozita edhe në vendet të tjera. Dua të theksoj që këto aktivitete mbahen me bazë të një programi vjetor që i parashek këto aktivitete dhe ekzistojnë ura komunikimi edhe mes kërkuesve shkencor, duke marrë pjesë edhe me punime shkencore në përbotimet e ndryshme gjithashtu, sepse konferencat zakonisht kur mbahen, punimet e këtyre konferencave botohen në një vëllim të përbashkët, kështu që punëtorët e institutit kanë botuar mjaft punime shkencore edhe në botime qofshin periodike apo botime si përmbledhje nga konferencat të cilat botohen në vende të ndryshme. Cilët janë botimet e radhës të institutit që mund t'i presim gjatë vitit të ardhshëm? Neve kemi përgatitur them ashtu disa vepra të cilët presin të botohen. Është revista Studime Albanologjike. Pastaj janë 2 botime të cilat janë botime të specializuara periodike të cilat i përmbledhin punimet nga konferenca shkencore. Ky edicion quhet Skupi. Këtë vit i kemi paraparë që të botojmë 2 vëllime nga 2 konferenca të cilat tani më janë mbajtur dhe punimet që janë mbledhur dhe presën radhën për botim. Pastaj do të botojmë edicionin Ballkanologjia, i cili është një edicion që përmbledh konferencën e ballkanologjisë, punimet e kësaj konference. Gjithashtu edhe ky botim është, pret radhën që të shtypet. Në ndërkohë kemi paraparë të botojmë edhe një botim jubilar, pra t'ja kushtojmë një ribotim në fakt veprën e profesorit të nderuar Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës. Kjo vepër është një vepër mjaft e rëndësishme për historiografinë shqiptare dhe ne kemi vendosur që në këtë datë jubilare 100 vjetorit të lindjes ta nderojmë profesorin që kushtojmë këtë ribotim të veprës së tij në këtë vit jubilar të lindjes dhe gjithashtu veprimtaria botuese është një ndër veprimtaritë kryesore të institutit, me çfarë çdo vit neve sipas mundësive edhe financiare, por edhe sipas mundësive të tjera organizative botojmë varet nga viti në vit, do një vit 10 botime, do një vit më shumë 15, do një vit më pak 8, po parafërsisht sillemi diku të rreth 10 botimeve në vit. Zotëria Emini, si e shihni ju rolin e institutit në ndërgjegjësimin kulturor të brezave të rinj? Është mjaft e rëndësishme të theksohet që brezat e ri edhe ata të shfaqin interesimin e tyre për veprimtari hulumtuese shkencore. Neve kemi organizuar disa herë prezantime para nxënësve të shkollave të ndryshme, të cilët kanë ardhur të organizuar në ambientet e institutit bashkë me mësimdhënësit e tyre për t'u interesuar për veprimtarinë që e kryen instituti, për punën që e bën, për formën se si organizon këtë punë, për botimet e institutit e kështu me radhë. Është mjaft e rëndësishme që edhe brezat e ri të njoftohen se çfarë është veprimtaria shkencore, si realizohet ajo, cili është qëllimi i institutit e kështu me radhë, që mesin e tyre të shfaqet edhe interesimi ndonjëri prej tyre të vazhdoj studimet, ndoshta
universitare edhe pas universitare edhe të një ditë të jetë punonjës i institutit. Kjo është mjaft e rëndësishme për ripërtrirjen edhe të kuadrit, por edhe për vazhdimin e të them ashtu veprimtarisë së institutit, gjithsesi që pajisja me kuadër të ri është mjaft e rëndësishme, pra kuadri shkencor ose burimet njerëzore janë mjaft e rëndësishme që instituti të kryej veprimtarinë shkencore edhe më tutje. Pastaj neve kemi organizuar edhe forma të ndryshme të ekspozitave të cilët i kemi mbajtur në ambientet të institutit, por edhe në prezantimet të tyre edhe nëpër shkolla. Dhe në këtë formë shpresojmë të vazhdojmë edhe më tutje të promovojmë institutin në mesin edhe të nxënësve të shkollave edhe fillore edhe të mesme në vend. Dhe në fund, zotëri Emini, cili do të ishte mesazhi juaj për këto gjitha aktivitetet gjatë muajit nëntor që do i keni për shikuesit e televizionit të Maqedonisë? Unë kisha ftuar të gjithë të interesuarit të ndjekin të them ashtu këto aktivitete që i organizojmë ne posaçërisht gjatë festave të nëntorit, pra për çdo ditë kemi nga një aktivitet deri ditën e premte, do të thënë nga java e ardhshme, nga data 17 nëntor, dita e hanë, kur kemi promovimin një akademi kushtuar, siç e thash, historianit Shukri Rahimi. Ditën e martë kemi një, të them ashtu, ligjërat dhe promovim të 11 vëllimeve të kushtuar Mitat Frashit, të cilët janë botuar nga Instituti Lumos Kendo në Tiranë, të cilët do t'i prezentoj profesori i nderuar Orhan Butka. Pastaj ditën e mërkurë kemi një ligjërat nga profesor Xhevat Loshi, i cili do të flasë për 2 kongreset më të rëndësishme të gjuhës dhe kulturës shqipe. Është kongresi i alfabetit në vitin 1908 dhe kongresi i drejtshkrimit në vitin 1970. Profesori do të bëjë një paralele mes këtyre 2 datave të rëndësishme. Pastaj ditën e njëjtë kemi në manastir një tryezë kushtuar 100 vjetorit të shoqërisë fshetë të manastirit dhe njëkohësisht do të kemi një tryezë kushtuar figurës së Fehim Bey Zavalani, që ishte kryetari i klubit Bashkimi, i cili njëkohësisht edhe ky klub organizoi kongresin e alfabetit. Pastaj ditën e premte në ora 17 në hotelin Aleksandar Pallas kemi akademi solemne kushtuar këtive ditëve të alfabetit, me çka e përmbyllim dhe vazhdojmë ditën e nesërme me 22 nëntor në manastir. Ju faleminderit edhe një herë të ndatë gjitha këto informacionet për shikuesit e televizionit të Maqedonisë. Faleminderit edhe juve për ftesën, faleminderit shikuesve që na ndoqën, shpresoj që i kemi informuar për gjitha aktivitetet e festave të nëntorit.